Kam qef të shtroj iftar për shpirtin e babit, Allah ta mëshiroft babën. A ka dallim në sevap se kujt i jepet iftari? Gjëja e parë që do ta kem parasysh shtrimi i iftarit në për sevapeve të mëdha, për ata që shtron dhe për ata që bëhet në jetë. Në këtë rast për babën tanë, Allahu ta mëshiroft. E dyta, padyshim ka dallim në sevape kujt i jepet iftari. Këtu nuk është dallimi i emrave të personave, por i rrethanave të personave. Një person që është i varfër, një person që është fukara, një person që është jetim, një person që e shet të ai nevojën për një iftar, kënaqet më shumë. Vallai më mirë se ti më ia bën një iftar se sa më ia bën dikujt i cili vjen në iftar, edhe vjen me zemër të thym se e ke prish planet e ditës, ose ka pas dikun me shku me hangër hala më mirë se sa te ti, ekstra gjana. Prandaj ka pak dallim. Por gjithsesi nuk është dallimi në emra thash, por në nevojat e njerëzve. Nëse jep njerëzve që kanë nevojë, më shumë i jep iftar, ajo është padyshim më sevap. Por nëse nuk gjan persona të tillë, atë kujt do që jep, që është agjërueshëm parimisht, sevapin inshallah taala do ta kesh. Allah ta mëshiroft babën.